Tre boksierët e ekipit të Vllaznisë do të marrin pjesë në një aktivitet që do të zhvillohet ditën e premte në Pejë të Kosovës. Bëhet fjalë për sportistët Regjildo Zeneli, Ariol Kajoshi dhe Izmir Alia. Sportistët në fjalë gëzojnë një formë të mirë sportive dhe sipas trajnerit Zev Gjoni do të pretendojnë të zënë vendet të para. Numri 1 i boksit Shkodran ka bërë të ditur se edhe boksierët e tjerë të Vllaznisë po përgatiten për pjesëmarrjen në memorialin ndërkombëtar që do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Shkodër. Organizohet një aktivitet në Pejë. Kanë kërku 2 boksierë të rritën që janë Zeneli dhe Kajoshi. Kanë kërku dhe një të Alie. Ashtë një ditë aktivitet. Ja vlenë që deta është i për momentin servitja është në rritje. Por në si Shkodër, ty morë parasysh edhe Zeneli është i marë bokseri Vllaznisë, ka sa kohë që servitje tu, marrim dhe paraqita me 6 pesha. Ty fillu të Zeneli, Shqiptani, Hysa, Kajoshi, Demëj, pra 6 boksierë do të përfaqësohen në Vllaznisë. Në qershor do të marrim pjesë në kampionatin evropian që zhvillohet në Azerbajxhan, që do shkojnë 2 boksierë Zeneli dhe Dema. Na pretendojmë shkojmë atje për medalje, edhe këtu pretendojmë për marrë medalje. Siç shihet, për boksierët e Vllaznisë tashmë nis pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme ndërkombëtare ku padyshim do të mundohen të tregojnë vlerat më të mira të tyre, ashtu siç kanë bërë edhe në aktivitetet e viteve të tjera.